është një raport i konsumuar dhe ka zënë vendin e vetë. Pret që në çdo pasqyrë na sheh mëkati. Pra nuk thua në pasqyrë na sheh mëkati, por në çdo pasqyrë. Unë jam përpjekur ta lexoj me këtë, nga ky këndvështrim, librin tënd të fundit dhe jam përpjekur ta rishoh krijimtarinë tënde përmes pasqyrave dhe unë personalisht kam shkuar, kam gjetur, kam identifikuar 5 pasqyrat e mia sipas leximit tim të krijimtarisë tënde. Dhe në pasqyrë të parë kam vendosur mëkatin dhe vetja, identiteti, ndërgjegja dhe vetëvështrimi i shkrimtarit. Nga kjo pikpamje, çfarë sheh poeti, shkrimtari, kur sheh veten në pasqyrë? Shiko, shkrimtari sheh veten, domethënë shihet, kjo është metaforike kjo. Tek metafora qëndrojmë, jemi në Metafora e këtë. pasqyrës, sepse Nuk jemi tek objekti fizik. Është se vetë poezia, domethënë, është një udhtim në brendësi të poetit. Edhe shef ato gjëra që kur i themi kështu, nëse flasim për ditë, ato duken si absurditete, por kur i shkruajmë poezi, duken si poezi, sepse janë një ekzaminim, është një lloj pasqyrimi, një gjendje shpirtërore, një raporti që vendos njeriu me botën që e rrethon. Dhe sheh aty një krijesë pasigurt, e rrethuar me botën, dhe bota është shumë e bukur, pa diskutim. Vetë poezia ime e ka dhe gjithë dimensionin e magjepsis që ka bota, por raporti që vendosun me shumë gjëra është një raport më duket se mëkati është i përhapur, mëkati është një gjendje, ne jetojmë në mëkat, për mendimin tim. Po jo në atë mëkatin që e serum pak më, jetojmë në mëkat si në një gjendje vetë pranimi të papërsosmërisë. Edhe kjo është një gjë e studiuar, nuk është një gjë që thjesht e mendon njeriu vetë. Në papërsosmërinë e vazhdueshme qëndron edhe madhështia e njeriut, për mendimin tim. Dhe kush predikon të kundërtën, domethënë është në retorik. Dhe unë kam lexuar një libër të Philip Rothit që e kisha menduar vetë që po të them tani, të them vërtetën, po e gjeta dhe pata kënaqësinë që e gjeta te një shkrimtar amerikan që ka një personazh tek libri i tij, një pastorale amerikane, është libri shumë i rëndësishëm i tij, dhe pak a shumë thotë këtë gjë që ky njeriu thotë që kjo qendje e papërsosur, e papërsëritshme, e vendos në një plan papërsosmërinë me vetë, me lartësinë e njeriu, se njeriu nuk është i. Nga kjo pikpamje, unë gjithnjë jetoj mes këtyre raporteve të papërsosmërisë, po quaj. Përse dashuria dhe faji ecin bashkë me poetin? Dashuria është temë qendrore e poezisë, sikurse është vdekja. Faji është faji është venerimi, për shembull, ka herë merr edhe si një